qendra kombëtare e shpifjes dhe dezinformimit. Ky institucion lëshoi dje mbasdite dhe natën, gjithë natën, në Tiranë se ka pre mandat në arrestit të Tom Doshit dhe se në mëngjes lajmet po nga këto burime aty afër vidhin se Toma është arratisur. Tani imagjinoni ju se si bëjnë hetimet këta. Imagjinoni ju teknikat e tyre të hetimit. Ndaj dhe i ftoj shqiptarët që sa herë të ndëgjojnë fjalën SPAK të kujtojnë lidhshëm me te qendra kombëtare e shpifjeve dhe mashtrimeve. Kaq sqarimin. Toma nuk është arratisëm, as ka apo s'ka mandat arresti, as gjë prej gjëje, po ky është i gënjeshtër e të mërshme që është hapur nga qendra kombëtare e shpifjeve. Të nderuar deputet, një skandal i përmasave shumë të mëdha, të pa qarta akoma për nivelin e tyre, ka shpërthyer këtë javë dhe ky është skandali i aeroportit të Vlorës.